Dashi. Do jeni luftarak gjatë kësaj dite dhe të gatshëm për të bërë çdo gjë që keni në mendje. Për të arritur qëllimet nuk do jeni as pak agresiv. Për ju të dashuruarit pasioni do jetë i zjarrt. Yjet do mendojnë gjithkohës që tua bëjnë të ardhmen sa më të bukur. Ju beqarët do keni njohje të shumta dhe njëri prej personave do ju duket ideal për të filluar së shpejti një marrëdhënie. Do ja bëjnë atij të ditur këtë gjë me mënyra interesante. Në punë do merrni çdo gjë që keni merituar. Përpjekjet që keni bërë do japin rezultatet e duhura. Financat nuk do jenë as të këqija, por as në gjendjen më të mirë të mundshme. Shëndeti. Energjia do jetë e mirë, por ritmi i shpejt mund t'ju lodh fizikisht. Kujdesuni për ushqimin dhe mos neglizhoni pushimin. Këshilla e ditës. Mos u ndalni përpara pengesave të vogla, sot këmbëngulja ju çon larg. Demi. Venusi dhe Plutoni do ju bëjnë më të qetësot dhe më të gatshëm për të realizuar projektet që keni në mendje. Do jeni gjithkohës me këmbë në tokë. Nëse keni një lidhje, tensioni i kohëve të fundit do fillojë të qetësohet. Do i merrni gjërat më me qetësi në çdo moment dhe nuk do thoni asgjë pa e peshuar mirë. Ju beqarët duhet të jeni sa më realist, pasi në të kundërt mund të shgënjeheni pa mas e mund të lëndoheni. Profesionalisht do jeni gjithkohës në lëvizje dhe arritjet do jenë të njëpasnjëshme. Do ecni para me ritme të shpejta dhe do kënaqeni. Perspektivat financiare duken të begata. Shfrytëzojeni këtë rast për të hequr ndonjë para mënjan. Shëndeti. Trupi do ju përgjigjet mirë ngarkesës së ditës, por mund të keni pak lodhje muskulare. Kujdes me gjumin. Këshilla e ditës. Mendoni gjatë para çdo vendimi, qetësia sot është arma juaj më e mirë. Binjakët. Fal ndikimit të Marsit dhe Venusit, entuziazmi do mbizotërojë gjatë kësaj dite në jetën tuaj. Do jeni të kujdesshëm për gjithçka dhe nuk do bëni gabime. Nëse keni një lidhje do kaloni momente të mrekullueshme. Partneri do përkujdeset çdo çast dhe do mundohet t'ua bëjë çdo sekondë sa më të veçantë. Ju beqarët do bini kokë e këmbë në dashuri me një ishin e një miku të vjetër. Gjithçka do ndodh spontanisht. Në punë do jeni luftarak dhe do bëni të mundur që t'ju hapen të gjitha portat ku do trokisni. Që sot gjithçka do jetë më e lehtë për ju. Me shpenzimet mos u tregoni kurse si impulsiv, pasi keni për të vuajtur më pas të gjitha pasojat. Shëndeti. Shëndeti do jetë i qëndrueshëm, por luhatjet emocionale mund t'ju lodhin. Shmangni situatat stresuese. Këshilla e ditës. Mos u ktheheni së shkuarës nëse nuk jeni të sigurt, ndjenjat të shpejta kërkojnë mendim të qetë. Gaforja. Padurimi do ju bëjë të merrni vendime të nxituara gjatë kësaj dite. Nuk do i mendoni si duhet gjërat dhe do veproni kuturu. Ju të dashuruarit ka mundësi që për shkak të problemeve serioze që keni pasur me partnerin tuaj, të mendoni edhe për një ndarje të përkohshme. Diskutojeni me të si alternativë sepse mund të gjeni gjuhën e përbashkët dhe më vonë gjërat mund të përmirësohen. Ju beqarët do gjeni princin e kaltër dhe do ndiheni të plotësuar. Në punë, edhe pse do keni ide shumë të mira, nuk do i vini dot ato në zbatim. Gjërat do bëhen edhe më të vështira për ju. Financat do jenë të qëndrueshme, por jo të shkëlqyera. Shëndeti. Nervozizmi mund t'ju krijojë lodhje mendore dhe dhimbje koke. Mundohuni të ulni ritmin dhe të gjeni pak qetësi. Këshilla e ditës. Mos nxitoni të prisni lidhje apo mundësi, merrni kohën që ju duhet. Luani. Mos harxhoni kohën duke u marrë me gjëra të kota gjatë kësaj dite, por përqendrohuni tek ato më thelbësore. Nëse keni një lidhje, jeta juaj do jetë e qetë e pa probleme, por nëse keni fëmijë do jenë ata që do ju stresojnë dhe do ju lodhin pafund. Ju beqarët do jeni të disponueshëm për cilindo që do ju ftoj për të dalë, por nuk do e thoni fjalën e fundit pasi do keni nevojë për kohë që të mendoheni. Në punë më në fund do i keni kushtet për të realizuar disa nga projektet që keni menduar. Do i mahnitni shefat tuaj dhe do merrni plot vlerësime.
Ekuilibri financiar nuk do të rënditet as pak, kështu që mos u shqetësoni për këtë sektor. Shëndeti. Mund të ndiheni pak të lodhur fizikisht për shkak të angazhimeve të shumta. Bëni një pushim të shkurtër për të rikuperuar. Këshilla e ditës. Mos pranoni çdo ftesë ose angazhim, vendosni kufi që të ruani qetësinë. Virgjëresha. Ditë goxha pozitive do jetë kjo e sotmja. Do jeni në humor dhe të gatshëm për t'i bërë të gjithë të buzëqeshin. Ju të dashuruarit do e konsolidoni tej masë jetën tuaj në çift dhe do i shihni gjërat krejtësisht ndryshe. Emocionet kanë për të qenë shumë të forta. Ju beqarët nuk do ndiheni ende gati për të hedhur hapa dhe as që do tentoni të joshin. Në punë do jeni shumë të mërzitur sepse një koleg shumë i dashur do largohet nga kompania. Kjo gjë do ju bëj pesimist dhe pa dëshirë për të përfunduar detyrat. Buxheti nuk do jetë i shkëlqyer, por me pak kujdes mund ta mbani të qëndrueshëm. Shmangni investimet e mëdha pasi nuk është ende momenti i shëndetit. Humori i mirë do ju ndihmoj, por lodhja emocionale mund t'ju rëndoj pak. Mundohuni të flini më shumë. Këshilla e ditës. Mos u ndalni tek pengesat e vogla, shikoni përpara dhe mbani ritmin tuaj. Peshorja. Do e bëni çdo gjë në mënyrë të papritur gjatë kësaj dite dhe shumë nuk do i kuptojnë qëllimet që do keni. Për ju të dashuruarit do ketë shumë momente të mbushura me mister. Nuk do i kuptoni ato që do bëj partneri dhe komunikimi do lërë për të dëshiruar. Ju beqarët do pëlqeni mjaft disa persona, por do ndiheni si të bllokuar para tyre aq sa nuk do ua shprehni dot këtë pëlqim. Në punë fjalët i merr era, veprat janë ato që ngelen. Përqendrohuni më tepër tek gjërat që duhen bërë dhe mos u dorëzoni për asnjë arsye. Edhe financat do jenë tej masë të paqëndrueshme. Bëni shumë kujdes nëse nuk doni të keni probleme serioze shëndeti. Luhatjet emocionale mund t'ju shkaktojnë lodhje mendore. Kujdes me tensionin nervor, shmangni konfliktet dhe merrni pak kohë për veten. Një ecje e qetë në natyrë do ju ndihmoj. Këshilla e ditës. Mos i lini hamendësimet të bëjnë pyetje aty ku duhet të flisni qartë. Akrepi. Jupiteri do ju bëjë më optimist se më parë gjatë kësaj dite dhe do jeni shumë më shprehës. Ju të dashuruarit do i përkushtoheni edhe më tepër jetës në çift dhe dita ka për të qenë e jashtëzakonshme. Emocionet nuk do kenë të ndalur asnjë moment. Ju beqarët nuk do arrini dot të gjeni persona aq interesant sa për të filluar një lidhje dhe do vazhdoni të mbeteni vetëm. Në punë askush nuk do ju frenoj dot synimet që keni. Do jeni të motivuar dhe shumë të vëmendshëm. Ka mundësi të merrni edhe shpërblime. Të ardhurat duhet t'i mbani nën kontroll. Shëndeti. Energjia do jetë e lartë, por keni kujdes me teprimet fizike. Mund të keni lodhje muskulare, ndaj mos shtrëngoni ritmin më shumë se ç'duhet. Ruani qetësinë emocionale. Këshilla e ditës. Optimizmi është arma juaj, përdoreni pa frikë, por pa e tepruar me besim të verbër. Shigjetari. Do jeni shumë të zgjuar dhe do i merrni gjërat shtruar. Asgjë e pakëndshme nuk do ndodhë sepse gjithçka e keni programuar me kujdes. Ju të dashuruarit do keni ndryshime të mëdha dhe dita do jetë harmonike. Ju beqarët më mirë qëndroni edhe pak kohë vetëm sepse dita e sotme nuk sjell takim mbreslënës. Në punë do zgjidhen të gjitha problemet dhe me logjikën tuaj do bindni edhe skeptikët. Financat do përmirësohen. Shëndeti. Gjendja fizike do jetë e stabilizuar, por mos shtyni orët pa ngrënë. Kujdes me shpinën nëse punoni ulur për një kohë të gjatë. Këshilla e ditës. Reflektoni, por mos u ngjitni pas së shkuarës, e ardhmja po formohet tani. Britsjapi. Çdo gjë do ju plotësohet gjatë ditës. Do jeni strateg të shkëlqyer dhe shumë optimist. Për ju që keni një lidhje, dita do jetë pozitive dhe do qartësoni planet për të ardhmen. Ju beqarët ka shumë gjasa të gjeni personin e duhur. Në punë do jeni të zënë dhe efikas, gjithçka do ecë si duhet.
Në financa pranojeni ndihmën e familjarëve për të kaluar momentet delikate. Shëndeti. Organizmi juaj do funksionojë mirë, por stresi i akumuluar mund të sjellë lodhje. Bëni pushime të shkurtra gjatë ditës. Kujdes edhe me pagjumsinë. Këshilla e ditës. Mos harroni ta shpërbleni veten për arritjet, edhe ju meritoni qetësi. Ujori. Hëna nuk do ndikoj pozitivisht dhe mund të keni sfida. Ju që keni një lidhje mund të debatoni me partnerin për shkak të kërkesave të tij. Ju beqarët do jeni të shpërqendruar dhe do e keni të vështirë të gjeni diçka që ju pëlqen. Në punë rrezikoni të bini prej gënjeshtrave të kolegëve, prandaj mos besoni verbërisht. Financat do jenë të qëndrueshme. Shëndeti. Mund të ndjeni lodhje të përgjithshme dhe mungesë koncentrimi. Shmangni mbi ngarkesën. Hidratohuni mirë dhe pushoni kur trupi ju kërkon. Këshilla e ditës. Mos ndiqni verbërisht askën, ndjeni ritmin tuaj dhe besojini intuitës. Peshqit. Gjatë ditës do i jepni rëndësi çdo detaji. Ju të dashuruarit do përqendroheni më shumë te lidhja dhe do përpiqeni ta përmirësoni. Ju beqarët do jeni me fat, buzëqeshja ju nxjerr nga përshtypja çdo personi. Në punë mund të ketë momente presioni dhe nervozizmi, por do kalojnë. Fjalët e disa kolegëve të vjetër do ju vënë në mendime. Financat mund të luhaten pak. Shëndeti. Dita sjell disi ankth dhe lodhje. Frymëmarrja e qetë dhe aktivitetet relaksuese do ju ndihmojnë shumë. Kujdes me ushqimin, mos e teproni me kripën. Këshilla e ditës. Mos e humbni qetësinë, do arrini shumë më tepër duke vepruar butë, jo me nxitim.